Marrëdhënia mes Serbisë dhe Rusisë është ndërtuar mbi lidhje të thella historike, kulturore dhe politike që nga shekulli XIX. Rusia ka qenë mbështetëse kyçe e Serbisë në momente vendimtare historike, nga luftrat kundër perandorisë osmane tek lufta e parë dhe e dytë botërore, duke u shndërruar në një aleat strategjik afatgjatë. Në planin ekonomik, Rusia ka ndikim të fortë, sidomos në sektorin e energjisë. Marrja nën kontroll e kompanisë shtetërore serbe të naftës, NIS, nga Gazprom Neft, në vitin 2008, i dha Moskës leftë drejt për drejt mbi energjinë dhe ekonominë serbe. Sanksionet amerikane ndaj NIS, në fuqi që nga tetori 2025, ka rritur presionin mbi furnizimin me energji, çmimet dhe industrinë, duke ekspozuar edhe sistemin bankar serb ndaj rrezikut të sanksioneve dytësore. Bashkëpunimi ushtarak dhe i sigurisë mes dy vendeve është po ashtu i ngushtë. Serbia ka bler armë ruse, ka zhvilluar stërvitje të përbashkëta dhe ka marrëveshje zyrtare bashkëpunimi me shërbimet ruse të sigurisë. Paralelisht, Beogradi ruan lidhje me NATO-n përmes programit Partneritet për Paqe, duke ndjekur një strategji balancimi mes lindjes dhe perëndimit. Rusia luan rol kyç edhe në politikën rajonale, duke mbështetur Serbinë në çështjen e Kosovës dhe duke nxitur ndikim në Bosnjë-Hercegovinë dhe Maltëzi për të frenuar integrimin euroatlantik të rajonit. Ky ekuilibër po bëhet gjithnjë më i vështirë. Presioni ekonomik, sanksionet, tarifat amerikane dhe protestat e brendshme kundër regjimit të Vučić po e ngushtojnë hapësirën manovruese të Serbisë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian mbetet partneri kryesor tregtar dhe financiar i vendit. Serbia sot ndodhet në një udhkryq strategjik, megjithse lidhjet me Rusinë janë të thella, realiteti gjeografik, ekonomik dhe politik e shtyn gjithnjë më shumë drejt Evropës. Në afatgjatë, zgjedhja duket e pashmangshme, orientimi evropian me ose pa Vučićin në pushtet, shkruan Defense 24.